Blerta, mirë se erdhe dhe urime për librin e ri. Mirë se u gjeta Vera, faleminderit për ftesën. Një ftesë e kamshme, po unë kam dashur që me pas një risi për me arë në emisionin tënd, kështu që faleminderit shumë. Dhe ja që erdhi risia, erdhi libri i ri dhe jemi këtu bashk. Më gjej këtu titullohet libri më i ri që është për mbledhje poetike. Ku të gjejmë? Në fakt, unë kërkoj disa tituj që t'jenë pak më ndryshe se titujt e zakonshëm. Besoj se secili poet shkrimtar kërkon diçka të re për veten, diçka që e veçon. Unë nisëm kryesisht prej titujve. I gjej disa tituj që nuk i kam të përfshira me poezi, po që e bëj një lloj ftese për lexuesin, që të kërkoj diçka edhe varësisht ta e gjen veten aty ose jo. Për të më gjetë aty, jo mua, po secili veten e vet, duhet ta lexoj librin dhe ta kuptoj a e ka gjetë veten e tij aty, edhe a lidhet diçka me të brenda librit. Domethënë ky urdhri ta quaj më gjej këtu, i drejtohesh lexuesit. Po, kryesisht po. Sa poezi janë në këtë përmbledhjen e fundit, gjithsej? Unë për mbledhje tjera kam shku me numër ashtu fiks, se jam paksa e fiksume. Te kjo, këtë herë e kemi shkel këtë rregull, janë 72 poezi. I dedikohem kryesisht rrjedhjes, jetës, po kryesisht dashurisë më shumë. Shkrimet e mia e kanë edhe këtë veçori, kisha me thonë. Temës universale, dashurisë. Po. Domethënë tematika është dashuria. Po, dashuria në shumicën e poezive, po edhe jetës, përditshmërisë, ndodhive të përditshme që na prekin secilin prej nesh. Po. I dedikohem këtyre pjesëve më shumë. Për të njohur dëgjuesit, lexuesit me poezinë tënde, ata që nuk të njohin, unë tani do ta përzgjedh një poezi nga libri yt më i ri, Më gjej këtu. Titulli është Erdhe. Befas zbriti mëngjesi, me dritën e tij të pastër, nga një errësirë thellë. Drita erdhi plot qiltërsi. Hap dyert, diçka e mirë erdhi. Tani si kur marrë sërish frym, bashk me dritën e parë të mëngjesit, erdhe edhe ti. Dikush më bekoj me ardhjen tënde, dritë e parë e mëngjesit të ri. Poezi shumë e bukur, po na zbërthe pak tani. Faleminderit Vera. Unë e thash, kur shkruaj, ato janë momente, nuk Sigurisht. është se mendon ti e ke një plan afat gjatë për shkrimin e një poezis. Ka ndikim shumë gjanat imta që unë me kriju diçka, edhe kjo besoj që ka qenë ashtu një dritë e vogël që më ka dhënë një motiv për shkrimin e kësaj poezie. Po njerëzit që presin personin e caktuar ose diçka të bekuar që vite ta edhe një mëngjes vetë se e ndjejnë, pavarësisht edhe nëse nuk është fizikisht ose e ndjejnë bekimin e Perëndis te vetja e tyre, edhe kjo ka qenë ndoshta një pikë kryesore që unë kam shkruar këtë poezi. Blerta, ju keni të botuar dhe libra të tjerë, të gjithi keni me poezi. Çfarë tematikash kanë librat e tjera, po data për dashurinë? Vera, unë tash kohën e fundit, ndoshta këtë pikë e kam që moti në mendjen time, po nuk është se kam shpreh, po e dëgjova prej një poeti të madh tonit, tash kogjan mosh, që tha poezia është rrugtim i shpirtit, është shprehje e shpirtit, është vetë shpirti i poetit. Ndërsa zhanre tjera janë autostradë u shprehaj, që mundesh me shtu edhe me largu çka do që është e nevojshme. Edhe unë e besoj pikrisht këto, nuk është që e shkruaj veç poezin, po
është mundësu paka shumë ashtu që poezia tjetë e botume të unë. Zhandre tjera po pres të punoj edhe vinë ndoshta, nuk du me dhanë kohë caktume, po shpresoj të përfundojnë edhe t'jenë edhe ato në durë të lexuesit. Poezinë e kam zgjedh për botim se është diçka që kam nis me to, është shumë pjesë e hershme e jamja, që në fëmini. Edhe libra tjerë, si që thek edhe ti janë me poezi. Tematikat, fillimisht unë kam qenë shumë e vogël kur kam fillu me shkru edhe 2 librat e parë janë kryesisht poezi për fëmijë. Për fëmijë, Po. me plot ëndra. Ashtu edhe pas një rikthimi se unë kam pauzu një kohë gjatë, edhe kur u riktheva me poezit të reja, ato të parat nuk më përmbushin, nuk e di pse i gjesha sikur ishin të mangëta. Po sigurisht se ke qenë në një stad të jetës ndryshe. Kur fillova mi pa edhe me një sy tjetër, ma vonë, e pash që ato kanë qenë ai brumi kryesori jame që sot jam unë. Po prej librit të tretë, do me thonë, unë kam fillu, e kam zgjedh pak më shumë këtë pjesën e lirikës, edhe jam fokusu, e kam pasi pjesë e jemja që është, ashtu kisha me thonë një vulkan i jemi i brendshëm që jam e gatshme shumë letë me kriju në këtë pjesë, pavarësisht një muzik, një teksti, një kongës, një kalim në rrugë, mundet me ma dhënë inspirimin për me kriju këto lloj poezish. Kështu që ma shumë jam fokusu te kjo pjesë. Edhe pse të gjithë thonë që poezia është gjënia më e vështirë për ta shkruar dhe është elitare. Jo çdo kush mund ta shkruaj dhe jo çdo kush mund ta kuptoj. Ju e keni zgjedhur pikërisht të gjeni. Nuk është, unë besoj që poezia më ka zgjedhur mu. Nuk është që e kam zgjedhur pikërisht du me bo veç poezinë edhe se kam vrejt nështa nuk du me përgjithsu, po sot është bo pak ashtu kisha me thonë, ta shkruj një poezi. Nuk është ta që thjesht me shkru një poezi, se nuk është poezia veç radhitje e vargjeve që nuk kanë pi kuptimi. Poezia e ka një botë brendshme që rrjedh vetë. Është për dikond është shumë e vështirë, për dikond është shumë e thjesht me u bo një poezi. Kështu që nuk e di, nuk mund të quhet poet se cili njeri që i radhit 2-3 vargje. Unë besoj kështu, pa dasht me ofendu dika ose se cili e din pjesën e vetë, po besoj që duhet kogja punë për me qenë një poet i mirë. I keni disa libra të botuar deri tani, cilin e konsideroni si më të arriturin tuaj? Nga ana estetike, nga ana shpirtërore. Ndoshta ky i fundit, sepse jeni edhe më e pjekur në vargje, në kuptimin e poezisë. Secili libër ka edhe atë mënyrën sikur klasat që kalojmë, prej klasës parë në dytën, në tretën, ashtu edhe për secilin libër ti je më e pjekur, më e përgatitur, po si libër të arrir në atë kuptimin e letërsisë, nuk e di, ndoshta ky i fundit ende ky libri i ri nuk është promovim të emisioni yt edhe as nuk kam arrit me pas njerëzit ndohet që me më dhanë një vlerësim, po unë kam punu edhe njerëzit që më kam mbështet në këtë libër kanë qenë më të kënaqur se herave tjera. Po deri tash edhe libri para këtij ka pas një arritje të mirë, edhe unë jam e kënaqur shumë. Po si libër që unë e veçoj, ndoshta nuk është i arritur në atë mënyrën që duhet me qenë, por unë librin e tretë, Fjalë shpirti, e kam si pikë dopt dhe si rikthim temin në pjesën e letërsisë. Kështu që ai ka më mbet gjithmonë libri im sikur
kam rilindë edhe një herë, edhe është më i veçantë për mua, normal. Pse është më i veçantë? Pse po e përmendni që disa herë rikthimi im në poezi? Vera, unë do me thonë librin e dytë e kam pas botem 2010-ën, edhe deri në vitin 2022 nuk kam pas botem tjetër. Kam qenë e shmangun, mos them totalisht prej kësaj pjese, po thuaj se komplet e shkputën, edhe nuk kam besu që kam u rikthyen ndonjëherë me një libër tjetër, ose me... Kam shkru po shumë rrallë, edhe kjo pjesë ka bo që unë më ndjej që nuk kam të bëj më me Po, këtë edhe botë. preokupimet jetësore, ju jeni dhe nën, sa ju frymëzojnë fëmijët tuaj për të shkruar? Në fakt, ka momente që jam vërtet frymëzimi kryesor. Ndonjëherë mendoj që nëse fëmit nuk i kisha pas njetë, unë këtë pjesën e shkrimeve, këto kisha me qenë shumë me arritën, po prap jam shumë falenderuese dhe ata normal që janë frymëzimi jem. Nuk mundemi me arrit krejt gjanat sipas planit, qysh e bojmë paraprakisht, po Apo ka një si që kemi planifikus dëshirë? më të madh se na që fal ti jemi këtu ku jemi. Blerta, ju e keni dhe një libër të përkthyer në gjuhën italiane. Si arritët deri te përkthimi? Në fakt, unë me përkthimet kam pas dëshirë me qenë librat e mi, jo gjithë se është pak edhe puna financiare dhe si të arrihet deri te një përkthyesi duhun që se kur të merr librin shembull një italian dorë me pas tamam të kuptueshme se si ka rrjedh poezia, jo veç të përkthehet fjala bukfalisht. Unë kam pas shumë dëshirë që libri jem t'jeti përkthyer në gjuhën frenge. Ajo gjuhë është pak më që më flen për shpirtin, edhe e kam veç se të përkthyen librin t'gatshëm, po nuk kam arrit me e botu. Te përkthimi i librit në italisht, erdhi krejt rastësisht, unë e shpreha këtë si dëshirë që kisha pas shumë qef që me pas me një gjuhë tjetër, po pa e ditë që redaktori i librit është edhe profesori i gjuhës italiane. Edhe ai tha, vjen keq, në gjuhën frenge nuk mund të realizoj diçka, është ky poeti Ligor Shyti, që edhe është redaktor edhe i librit të ri. Edhe unë nuk e zgjata ma shumë pa hyrë në hollësi, po ai veç kish pas fillu me i përkthy poezitë e mia në gjuhën italiane. Edhe kështu erdhi edhe te realizimi i librit. Po. Është Gjë libri shumë e bukur katër. dhe gjuha italiane është gjuhë shumë e bukur për mendimin tim. Po, Mua personalisht më pëlqen shumë. është gjuhë e kapshme edhe italishtja, dhe unë kam pas fatin edhe kam shku në Itali, kam pas promovimin e këtij libri, që ma ka mundsu një poete që është atje. Edhe jam shumë falenderuese. Në cilin qytet? Është afër Milanos, në Novara. Zonja Trëndafile Molla më ka bo ftesë vitin e kalum, edhe jam dashur shumë e kënaqur Sigurisht. që libri tim ju ka dhënë një përparësi, një dritë e gjelbërt edhe atje. Po është ajo që poezitë e mia edhe të përkthyme në gjuhë të tjera, për shembull si frangjishtja dhe italishtja, nuk di për gjuhë tjera, janë shumë të kapshme për lexuesin atje. Jam e përshtatshme për ato për gjuhë, edhe për mënyrën ato gjuhë. qysh ata e duan E poezinë. pëlqejnë Po. poezinë, po. Blerta, ju jeni e botuar edhe në disa antologji. Po, Vera, në antologji jam në shumë prej antologjive, unë në libër te përmbajtja ime nuk i kam cek të gjitha, sepse nuk du t'ja pashtu shumë vlera vetës. Unë besoj që antologjit janë
një mënyrë e promovimit të një poetit, edhe është një gjë shumë e mirë. Po nuk i kam cek gjitha antologjit ku kam marrë pjesë. Po. Jam në shumë prej antologjive, edhe Në më thënë është një gjë e mirë, e thatë edhe vetë, Po. është një lloj promovimi i krijimtarisë tuaj. Patjetër që po. Jeni dhe autore e një emisioni për letërsi me titull Më gjej mes vargjesh në televizionin Opinion. Çka keni mësuar nga të ftuarit tuaj në emisionin për letërsinë? Si e vlerësojnë ata, sa janë të kënaqur me mbështetjen e institucioneve apo? Vera, emisioni e kam pas si ëndër, që më ti. Ndoshta thash nuk shkon gjithmonë gjithçka sipas planit ton, po vjen një ditë që ajo dëshira e ka moq me plotësohet, edhe për mua erdha ajo ditë ku në fillova me emisionin, normal ishin gjanat në fillim pak jo të vështira ashtu, po emocionet e kishin atë pjesën e vet. Po mësafirt normal ndryshojnë njëri prej tjetrit, asnjëri nuk e ka atë mendimin e njëjtë si kur tjetri. Edhe aq sa mëson, aq edhe ndonjëherë bjen edhe në kundërshtim edhe me mendimet e tua, se sa ke arrit ti me njoft atë pjesë ose jo. Po kryesisht kam pas mësafir që unë besoj që kam vlera. Edhe normal prej secilit e merr një pjesë që ndoshta ti nuk e ke pas. Edhe si një libër i lexuar, ashtu edhe një musafir shtesë. Po, sa janë të kënaqur ata me letërsinë që krijohet sot? Kryesisht me letërsinë po flas për në Kosovë, nuk janë se janë shumë të kënaqur. Secili e shpreh atë brengën se ka shumë botime, jo secila ka vlerën e duhur, nuk ka lexues, nuk ka shitje librave, edhe kjo është vërtet një brengë. Sa është përkraja e institucioneve, edhe kjo është një brengë tjetër, se jo secili e ka fatin të mbështetet prej ministrisë ose drejtorive komunale, po gjë që prap asnjëri nuk e ka marr hapin të dorëzohet prej këtyne gjanave. Prap janë shumë luftar, prap secili don me arrit në atë pikën ku mendon se është e duhuna për to. Thjesht kjo më pëlqen mas shumti te secili krijues që nuk dorëzohet aq lehtë. Edhe besoj që do të vinë ditë më të mira, si për letërsinë, si për secilin krijues. Urojmë dhe shpresojmë, se po na ikin minutat. Me profesion jeni psikologe. Sa ju ndihmon profesioni në pasionin për letërsinë, për poezinë? Vera, unë shumë më herët kam qenë krijuese se sa psikologe. Kështu që nuk mund me thonë që nuk ka ndikim pjesa e psikologjisë. Për vetë faktin se unë e kam zgjedhë vetë me studiu këtë pjesë, e kam pas si një pjesë temën me kalimin e kohës, po nuk është që ka pas ndikim shumë të madh te krijimet e mia. Fillimisht unë kam shkrujt për jetën, për ndodhit e mia, pa e mendu se ekziston psikologjia. Kështu që po te librat e fundit besoj që ka një pjesë ndikuese. Sepse edhe jo me qëllimin që kam dashur unë me fut ashtu psikologjinë, po e kam pa që në mënyrë indirekte, sepse i njeh po. Gjërat shumë më thellë, shumë më ndryshe derisa keni studiuar. Pavarësisht asaj, vera nuk jam thellu në atë pikë që çdo shkrim jemi me pas ndikimin psikologjik të lexuesit. Nuk kam, jo pse nuk kam arrit ta bëj, po ndoshta nuk e kam pa veten ala në atë pikë që duna mu tregu aq psikologe në shkrimet e mia.
Blerta, çka pret lexuesi nga ju pas përmbledhjes më gjej këtu? Unë vera kur e kam pas vitin e kalum, kam pas botimin e librit Po që se mendon si unë. Edhe kur është promovu ky libër, kam thënë që nuk do të bëj më botime deri në botimin e romanit tim të parë. Po nuk e kam bajt fjalën. Sepse tash që poezia rrjedh vet, nuk është që kërkon kohën e duhur, minutat e duhur ose rrjedh aty për aty, mjaftojnë 2 minuta që ti me pas diçka të gatshme. Ndryshe e ka romani, ndryshe e kanë tregimet, sidomos këto pjesa për fëmijë. Edhe unë erdha me përmbledhjen tjetër me poezi, para se të përfundoj romani. Kështu që nuk do me thonë fjalë. Do me thënë prap nuk i dihet. Prap nuk i dihet, unë nuk pushoj me shkrimet, pavarësisht që mund me ndodhë 2-3 ditë nuk shkruaj kur gjë, po mund me ndodhë tani një javë kom të plot që jam vazhdimisht me shkrimet, kështu që nuk muj me premtu çka ka me pas në vazhdim ose jo. Kam shumë dëshirë që me pas diçka për fëmijët, nuk e di sa ka me pas realizim të shpejt kjo pjesë, po shpresoj. Me rëndësi të mos ndalesh, të vazhdosh të shkruash, ne të urojmë shumë suksese. Po, unë jam edhe e asaj që edhe nëse nuk arri me pas më botime, edhe nëse nuk arri me qenë e lexueshme, shkrimet kanë me qenë gjithmonë pjesë e jemja dhe unë deri në momentet e fundit kam me qenë gjithmonë me to. Blerta, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Urime edhe njerë për librin, suksese të reja dhe je mirëpritur sërish në këtë studio me sukseset e radhës. Faleminderit shumë edhe ty Vera, faleminderit që edhe hapësirë promovuese librit tem të ri, kështu që shpresoj të shihemi prapë me gjëra të reja. Faleminderit shumë.